Miqprizmus. Sot, duke pirë kafën në një lokal të rëndësishëm, një hotel të rëndësishëm në Shkodër, pash një skenë e cila sigurisht më bëri pastaj që të bëj edhe një nga ato shkrimet e mia për mbi emigracionin, për mbi punën, për mbi dëshirën apo mos dëshirën e shqiptarëve për të punuar, sidomos të rinisë, largimin e tyre dhe ardhjen në Shqipëri të sigurisht emigrantëve të tjerë, të etnive të tjera dhe racave të tjera. Në skenë pash një punëtor, nuk e di, ai ishte afrikano-verior apo nga vende të tjera, por sigurisht që ishte duke punuar në ato pjesë lulishtes që kanë mbetur në atë vend, dhe me një kujdes të veçantë, me një përkujdesit veçantë, me një disiplinë pune, si me thanë, duke punuar realisht mirë, e qef kur i shef njerëzit e punës kështu, dhe në një moment caktuar të kohës, afrohet edhe një prej atyre përgjegjësave, shefa që janë aty, gati pranar, që i dha suportin e tij, bëri muhabet, ndihmoi dhe ai. Normalisht një skenë që nuk po e shifja vetëm unë, e fotografova pak si tinxash, kështu. Tinxash, nuk kisha nevojë ta fotografoja tinxash, por unë meta i një farë mënyre i mahnitur, kështu mund ta them, me shumë respekt, të punës që po bënte, të kualitetit të punës që po bënte, pa fjalëve dhe njëkohësisht të ndihmës që i dha ai person që po e kontrollonte punën dhe që po e ndihmonte që të bënte punën e tij për të mos u ndier keq, se e kuptova pse po bëhesh ajo. Dhe tash fillova të reagoj spakut në modelin tim se çfarë na ka gjetur ne. Është vërtet që ne ikim, largohemi dhe këtë punë që po bënte ky emigrant i ardhur në Shqipëri, nuk pranojnë ta bëjnë pjesa më e madhe e djemve dhe e vajzave tona. Jo, nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë për shkrupuj. Kanë dhe turp. Nuk e bëjnë se tonë jo aq para, sepse kanë pretendim, dhe këtë pretendim pastaj e kthejnë më mirë të bim xhepave të prindërve se sa të kemi kontributin tonë, dhe pastaj përfundimisht po ikim nga ky vend, tu srihet, tu spunohet, tu zbëhet. Nuk e bëjnë. Kur nuk punojnë dhe tokën e tyre, nuk pranojnë të punojnë shumë punë, nuk e bëjnë as këtë. Edhe a njeri aty çfarë do merrte, se një kamarier, po kamarieri ka bakshisë, ai s'kishte baksis. Mbasi i kanë dhënë kushte të tilla që sigurisht po e trajtonin mirë, jam i bindur që e trajtonin mirë. Aty ka ai hotel dhe kjo hotel tjetër që i kanë ardhur emigrantë të ndryshëm, azilantë të ndryshëm, nuk kanë kërkuar azil, po azilantë i quajnë në Gjermani, Ausland, i thonë, edhe ne i themi edhe nga njëherë kot azilant, se për çfarë azilit bëhet fjalë tu, nuk ka azil, realisht. Pra ata vinë sepse ikin, prej nesh, lejnë tokën tjerë, lejnë familjen vetëm, ikin. Mbase, ikin një vend si Gjermania që masë të siguron dhe social, po këtu ke ne nuk ka social. S'ka social për ne, jo të ketë ma për atë që ishte aty duke pastruar. Pra ai nuk e ka këtë qëllim, ka qëllim për të punuar. Mbase e do dhe trampolin këtë vend për të shkuar dikun pranim. Po tani për tani ka pranuar të bëj atë punë. Pse ikin këta tonët? Ikin pra dhe për këtë arsye. Quhet jetë më e mirë, vende më të mira, që sigurisht janë më të mira, se janë para nesh prej kohësh. Ne mos harrojmë që kemi 36 vjet që kemi dalë nga një nga regjimet më të këqija që ka pasur kontinenti, dhe duam të barazohemi mbi fjalën me Kroacinë. Jashtë mendes ose Slovenin, s'po them me Gjermaninë e me Francën, por duam të barazohemi edhe me Kosovën, e cila ka jetuar në Jugosllavi, e cila ka jetuar më mirë se sa ne. Njëherë shesim mend. Njëherë bëjmë edhe turpe. Flasim edhe marzira. Ne kujtojmë se ka përcejnë etapat edhe ka përcejnë kushtet e këtyre etapave kështu brenda ditës, duke u marrë me politike dhe duke politizuar gjithçka. Po në shkem Gjermani, sepse sigurisht aty ka dhe social. Në një moment që mbetesh pa punë, nuk të le kush
pa punuar, që të mos jetosh. Kurse këtu ke ne, s'kemi social për vete, jo ma të kemi edhe për të huaj. Po qëllimi është kë, në parimet që një vend vlen sa i tjetër, edhe vend i imi, vend për mua është ai vend ku punoj. Dhe prandaj, në një farë respekti dhe një kosish kritike që kam për veten tonë, për një pjesë të madhe tonë, që s'pranojnë të punojnë, është edhe kjo. Po mirë se të vini, edhe ju që doni të punoni. Mirë se të vini, edhe në qofë se doni që t'ikni nga ky vend nesër, provojni, unë uroj shumë që pronarët mos t'jenë të këqisi me shqiptarët. Janë treguar edhe pronarët e këqi, se nuk mund t'jenë vetëm shqiptarët që s'pranojnë të punojnë, por edhe pronarët që s'kanë paguar. Edhe shteti që është informal dhe që ka kërkuar më shumë për atyre pak që ka pasur për të rregulluar punën e shumë të prishur. Duke ndojna fjalës, për kështu si them unë është. Prandaj miqtë mi, kam edhe këtë pjesën, e cila sigurisht është një opinioni imi, që nuk është lexuar nga unë, po që është si klip për të kuptuar dhe pjesën filozofike. Ku qëndron i gjithë problemi i emigracionit. Po ikëm ne, sigurisht ai vend nuk do mbetet krejtësisht bosh. Në turizëm mungojnë shërbimet, kur nuk bëjmë ne shërbimet, dikush do t'i bëjë ato. Kështu që unë preferoj të vi nga Bangladeshi, nga India, të vi nga vende që janë mësuar që të punojnë, dhe që respektojnë vendin ku shkojnë. Jo të vi nga vende që, sidomos Afrika e Veriut, ku jo vetëm që nuk duan të punojnë, por edhe urrejnë vendin ku shkojnë. Nuk janë gjithashtu, po një pjesë e madhe. Pra dëgjojeni klipin. Sigurisht që një pjesë e jona e rinis, por edhe më në moshë ikin për pagë më të mirë ose si që quajnë jetë më të mirë. Por ato ikin duke mos dashur të bëjnë ato që quhen punë të rëndomta në Shqipëri. Kështu që vinë të tjerë nga larg për të bërë këto punë që në masë të madhe nuk i bëjnë shqiptarët. Të rinjt shqiptar kryesisht. Është cikël. Por ka diçka. Të rinjt shqiptar në një përqindje të madhe shkojnë kryesisht në Gjermani jo vetëm të punojnë bie fjala dhe mirëmbajnë lulishten, sepse aty nuk kanë turp si njeh njeri, por edhe sepse pretendojnë social. Ky është edhe problemi. Kurse ky që shikoni ka ardhur nga larg të bëj punët e mirëmbajtjes që shqiptarët nuk i duan. Ne nuk kemi social kaq shumë për vete e jo më për këtë. Pra do të punoj që të jetoj. Dhe punon pa fjalë e cilësisht. Po, bile se ndihmoj njëri prej përgjegjësve pronar aty. Ti lëm retorikat e folklorizmat filozofik politike. Kjo është e vërteta. Po e le vendin dhe po nuk i shërbeve ti. Tjetër kush me i gatshëm se ti, do të vitë të zëvendësoj. Pastaj vjen shpreha. Një vend vlen sa një tjetër. E për më tepër kjo, vendi im është ai ku punoj. Apo jo? Besi Bekteshi. Masi dëgjuat të klipin, miq të Prizmos, desha të them edhe diçka për iniciativat e kryetarit bashkisë dhe bashkisë Shkodrës për pastrimin e vendeve të zaptuara publike. Po vazhdojnë aksionet. E quaj aksion, se i ngjan aksionet, por në vërtet kjo është puna që duhet bëj bashkia e Shkodrës, që duhet bëj kryetari i bashkisë. Të kësaj radhe janë rreth e përqark gjimnazit. Po rreth e përqark gjimnazit janë disa nga lokalet që kanë edhe persona të rëndësishëm. Por gjithsesi edhe këto persona të rëndësishëm kanë hyrë në territorin e publikut. Dhe këtu është fjala. Kur këtyre personave të rëndësishëm, bashkia, kryetari i bashkisë ka vendosur që ti konsideroj njerëz që kanë hyrë në territorin e publikut dhe duhet ta lirojnë dhe e kanë liruar, kjo tregon edhe sinqeritetin dhe seriozitetin me të cilin është marrë kjo punë dhe që duhet përfundojë në këtë lloj forme. Nëse janë këto persona të rëndësishëm që kanë liruar pozicionet, mund të rezistojnë, por sigurisht do ta lirojnë pa bërë. Të gjithë duhet ta lirojnë. Dhe në Shkodër ka shumë vende të cilët arroganca e privatit ka bërë që publikja të shëmtohet, të devijohet, të keq trajtohet, parqet të mbyllen, shkollat të mbyllen. Kemi folur edhe një herë tjetër. Tash ka ardhur dita që të zbatohet ajo që është për të zbatuar. Nuk mundet më privati të jetë kaq arrogant sa
jo vetëm të zaptoj, po edhe të qelë pronën e publikut. Nuk mundet më. Bile unë do kisha qenë edhe me disa element të ndërtimeve të cilët i kanë zërë frymën Shkodrës, janë ndërtuar në mënyrë të çuditshme, por duke zënë publike, për t'ia paguar parat edhe për t'i ulur në tokë. Për t'ia kthyer edhe një herë publikut shumë element të cilët e kanë shkatruar Shkodrën. Po edhe këtë punë kisha bërë. Sidomos rreth monumenteve, sidomos rreth vendeve të cilat kanë qenë historikisht vendet publikut. Do kisha dashur shumë të bëhet kjo punë. Megjithatë, iniciativa e kryetarit bashkisë Benet Becit dhe bashkisë Shkodrës, punojësve të policisë bashkiake dhe sigurisht ndërmarrjeve që merren me investimet, me riparimet, me shërbimet, i duhet thënë sot faleminderit sepse normalisht po bëjnë një punë të shkëlqyer. Është problem se sigurisht ato vende duhet rehabilitohen dhe është problem shumë i madh rehabilitimi, se është investim, por njeti i mirë, zemra e mirë dhe si të them tash, puna e mirë bëjnë që gjithmonë të dalin fitimtar, jashtëzakonisht fitimtar dhe në respekt publikut. Dhe Shkodra është shumë, jashtëzakonisht shumë pro tyre. Sidomos në veprimet e fundit, në qendër të Shkodrës. Jashtëzakonisht solidare dhe aprovuese e veprimeve të tilla. Benet Beci dhe Bashkia e Shkodrës janë për të falendëruar për shlirimin e mjediseve publike, rehabilitimin e tyre, rrugëve, trotuarve, lulishteve dhe të gjithë vendeve tjera që në mënyrë arrogante për 36 vjet, 35, 36 vjet janë zënë, duke pasur një pushtet këtu i cili binde dakord me gangsterët, me vagabondat dhe me të fortët. Sepse sigurisht është ai pushtet që i ka lejuar. I ka lejuar të zgjanohen, të hyjnë publikut, ta fyejnë atë për ditë dhe ta shfrytëzojnë në dobi të tyre. Dakord, miqtë e mi? E fundit që do diskutoja është një palaciate, një palacolek, një prezantuesi, moderatori, gazetari rus, shërbim të një pushteti sigurisht arrogant, ideologjik rus, kundra Giorgia Melonit, që e quhen fashiste, e quhen një grua të keqe, e shanë edhe italisht edhe rusisht, sepse pas ka trahtuar Trumpin në interesat e tilla dhe marrëzit tilla. Po ajo që duhet të them unë është se sigurisht edhe politika italiane në shumicën e saj, duke filluar nga presidenti Sergio Mattarella, te një pjesë e opozitës, ose po thuaj gjithë opozita, po dhe opozita i kanë dalë zot kryeministres. Sepse nuk mund të lejojnë që një qelbanik rus të shajë dhe të fyejë kryeministrin për qëndrimet që mban, por është edhe përgjigja që i jep Giorgia Meloni. Duke thënë, ne mbrojmë interesat e Italisë, ne nuk kemi padron. Në çdo moment jemi në interesa dhe i qëndrojmë interesave të Italisë. Nëse interesat e Italisë janë për të mbrojtur dinjitetin e saj, ne do të vazhdojmë të jetë kush të dojë përballë, mrapa, anash, lart, ku të dojë ai. Jep një përgjigje adekuate njerëzve të tillë, të cilët janë mësuar në ideologji, shajnë ideologjikisht, fyejnë ideologjikisht dhe kujtojnë se në kohën e sotme, në një shtet i cili sigurisht është një demokratik, mund të friksohen njerëzit ose mund të fyejnë njerëzit nga një çapaçul, maskara, rus, moderator, gazetar, në shërbim të Putinit edhe gjithë klikës tyre. Por politika të bëhet bashkë. Këtu ke ne, Sali Berisha shan vendin e tij, e demulon vendin e tij sepse urren Edi Ramën se ja ka zënë pushtetin sipas tij. Të kundërtën. Dhe kur shajnë të tjerët, ai shton akoma sharin, fyen atë akoma më tepër se sa të tjerët. Bëhet më agresiv se sa të tjerët, ose tjetra. Në Kosovë, një deputet i vetvendosis kënaqet dhe uron që Hashim Thaçi dënohet në 100 vjet, dënohet me burgim përjetshëm, të jetë në karakteristikat e një linçimi politik, një urrëtie patologjike politike. Është një shembull nga më katastrofikët që mund të ndodhin me shqiptarët, ku në Itali bëhen grup.
Kur Trump i thot diçka për kryeministrin italiane dhe i del zot edhe opozicioni, kur një gazetar ideologjik, maskara rus, e shan, i dalin gjithë, mblidhen grup, në Shqipëri punojnë kundra njëri tjetrit përballë hujve. Në Kosovë uron 100 vjet burg ose burgim të përjetshëm, një maskara i vetë vendosjes për Hashim Thaçin. Imagjino sa delirant dhe sa njerëz të poshtër ka në këtë vend. Si mund të jenë në mënyrë kaq kriminale kundra vendit tyre, kundra jo personit. Personin mund të shohësh me sy të ballit, po kundra vendit tënd, përfaqëson ti ai. Dhe ti nuk mund të jesh a priori, pse e ke kundërshtar politik, ti jesh kaq kriminal. Sa të nysh edhe vendin tënd, edhe të urosh burgun për një politikan cilin e ke kundërshtar politik. Dhe sigurisht po ta dënojnë me padrejtësi. Po ashtu dhe Sali Berisha duke fyer, duke shantazhuar vendin e tij, pse urren Edi Ramën ose pse Edi Rama ka vite që e lën në opozitë një kriminal si puna e tij, një vrasës, serial vrasës si puna e tij. Kjo është diferencë e jashtëzakonshme. Diferencë e jashtëzakonshme çfarë bëjnë në Itali dhe çfarë bëjnë në Shqipëri dhe në Kosovë. Është një turp i jashtëzakonshëm. Nuk ka emër, nuk ka gojë për çfarë ta tregosh si narrativ, është turp i madh, i jashtëzakonshëm. Fyesh, e një vetin të fyer. Por në Itali dalin zot. Dalin zot. Opozit, edhe vetë ajo i del zot veti. Dakord, miqtë mi?